Princesh në këngë, Robin në realitet. Dashuria që nuk është dashuri, kur teksti i një këngë zbulon një mendësi toksike. Ka këngë që duken si dedikime për dashurinë, por në fakt janë shpërthime të një mentaliteti maskilis, kontrollues dhe emocionalisht të paqëndrueshëm. Një shembull tipik është ky tekst, që për nga fjalët është romantik, por për nga përmbajtja është një udhërrëfyes i një marrëdhënieje abuzive. Po më vjen me kajt, po më vjen me të shajt, po s'jom tu mujt se hala jom tu të dasht. Kjo fjali duhet të jetë sinjal alarmi. Jo, të duash dik nuk do të thotë të ndjesh nevojën ta shash apo ta lëndosh. Kur një mashkull justifikon agresionin me se po të dua shumë, është duke e fshehur dhunën pas emocioneve. Dhe kjo nuk është dashuri. Ky është manipulim emocional. Idealizimi i gruas si princesh, një kurth emocional. O moj princesh, ti puthi durt, si sytë e ballit kom me të rujt. Në pamje të parë duket si nderim, por në fakt është një mënyrë për ta ngritur gruan në një piedestal të frikshëm. Ajo duhet të jetë perfekte, e paprekshme, gjithmonë e butë dhe në dispozicion të emocioneve të tij. Nëse ajo bën një zgjedhje që nuk i pëlqen, si largohet, ai thërret. Ti shpinen ma ke kthi, po s'po muna njëjt unë ty. Kjo është viktimizim. Është një përpjekje për ta bërë gruan fajtore për lirinë e saj, për vendimin e saj. Është ajo që shumë prej femrave kanë përjetuar në marrëdhënie ku mashkulli e do vetëm kur është i sigurt që e ka, por se pranon kur humbjen. A kishe dek për mu? Pyetja që s'ka vend në një lidhje të shëndetshme. Nëse duhet të japësh jetën për dikë për të provuar që e do, atëherë ajo nuk është dashuri, është presion emocional. Këto janë fjalë që i shtypin gratë me ndjenjen e fajit dhe sakrificës. I kthejnë marrëdhëniet në varre për vetvlerësimin dhe lirinë. Kur dashuria bëhet burgu i saj. Këngë të tilla janë të rrezikshme kur shiten si romantike. Ato normalizojnë posesivitetin, agresionin e justifikuar dhe kultin e gruas e cila duhet të jetë gjithmonë aty. Ndërsa ai, shpesh, është ai që nuk di si të duajë ndryshe. Është koha të dallojmë tekstet që na edukojnë për dashurinë e sëmurë nga ato që na mësojnë çfarë është respekti dhe dashuria e vërtetë. Nuk mjafton të thuash e dua, nëse në të njëjtën frymë e përçmon, e kërcënon ose e fajson për ndarjen. Dashuria nuk është zinxhir. Dashuria është zgjedhje. Dhe nëse ajo zgjedh të largohet, nuk do të thotë që ka bërë gjuna. Do të thotë që ka zgjedhur veten.